wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Në Kur'anin famulart, Allahu subhanahu wa ta'ala teksa na obligon për agjërimin e Ramazanit, edhe tregon për shumë prej rregullave edhe dispozitave të këtij muaji të begat, teksa përmend rastin e njerëzve që janë të pamundur për të agjëruar, si të smurët, udhëtarët, njerëzit me lëngata të ndryshme. Në fund të këtij ajeti, Allahu Azza wa Jall tërheq vëmendjen e krejtëve ne me një pjesës shumë interesante ku thotë wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Të agjëroni është më mirë për ju sikur ta dinit. Edhe jam dalë tek tefsiri i këtij ajeti kuranor ose i kësaj pjesëse të këtij ajeti kuranor, edhe është një det i tanë me njohuri edhe informacione që të gjithëve na bajnë dobi. E para, në krye të herës, të agjëroni është më mirë për ju sikur ta dinit. Fuqahat tonë, duke ju referuar edhe haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe rregullave të shumta që lidhen me agjërimin e Ramazanit, thonë sikur njeriu t'i ik një ditë prej ditëve të agjërimit të Ramazanit për një arsye të caktuar, po të kaloj edhe krejt vitin duke agjëruar, nuk e arrin nivelin edhe madhështinë e asaj dite që i ka ik. Që do të thotë se edhe adhurimi jashtë Ramazanit nuk e ka peshen edhe madhështinë edhe nuraniyetin, edhe ruhaniyetin e çdo dite dhe çdo adhurimi brenda muajit të mëndshëm të Ramazanit. Prandaj i themi të gjithëve të tërheqin vëmendjen që jepni hakun muajit të mëndshëm të Ramazanit. Edhe siç na thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famulart, ata janë ditë të caktuara, ditë të numëruara. Ditë të numëruara. Mos i lani me ju kalu bosh. Mos i lani këto ditë me shku pa përfituar maksimumin e asaj që mundeni për me marrë nga adhurimi edhe afrimi me Allahun Azza wa Jall, sepse kjo është stina ma e begat e vitit. Në çdo pjesë tjetër të vitit, po të lexosh, patjetër që ka frymra mëshironjëse nga Zoti i gjithësisë, për të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë si Allahu Azza wa Jall ju dërgon frymra mëshironjëse në ditë të jetës suaj, edhe delni përpara atyre. Patjetër. Mirë, po nuk ka për gjatë gjithë vitit si muaji i mëndshëm i Ramazanit. Çdo gjë, çdo moment i ditës dhe i natës në këtë muaj është i veçantë. Dhe me thanë, po të hapim tash një parantezë edhe të nisim të flasim për vlerën e kohës së syfyrit. Nuk e sosim deri nesër. Po të flasim për vlerën e dhikrit të Allahut Azza wa Jall në këtë muaj, nuk e sosim deri nesër. Po të flasim për vlerën e iftarit, solidarizimit me njerëzit nevojë, ndihmës, bamirësisë, zekatit në këtë muaj të mëndshëm, nuk e sosim deri nesër. Po të flasim për namazin e teravis, atyre 20 rekateve që i falim çdo natë. Nuk e sosim deri nesër me tregu për vlerën dhe madhështinë e këtyre 20 rekateve, që shumë kush e hum sevapin e tyne, edhe e fal të cungët këtë namaz, të cilin e kemi trashëguar brez mas brezi si një konsensus ma i forti, konsensus i historisë së shariatit islam, nga koha pejgamberit alayhi salatu wasalam e tek Hazreti Omeri e kështu ka me kënë deri në ditën e fundit. E po të flasim pra për çdo kohë dhe për çdo adhurim brenda periudhës së Ramazanit, nuk e sosim deri nesër. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot wa an tasumu khairun lakum law kuntum ta'lamun. Pra, të agjëroni është më mirë për ju sikur ta dinit. Edhe çfarë thonë ulemaja e jonë në lidhje me këtë? Fillimisht ka një detaj apo një dilemë e cila hapet pothuajse për çdo vit. Edhe e shohim këtë nëpërmjet edhe mediave, megjithse duhet thënë se media shqiptare gjatë këtij Ramazani ka qenë ma e disiplinuar, edhe ma pozitive, edhe ma reklamuese e denjë e vlerave të agjërimit të Ramazanit se sa asnjëherë tjetër. Dhe këtë duhet ta themi me të madhe.
Dhe më thënë, nuk ka ditë që ti nuk sheh në një prej mediave vizive, atë shkruara, rrjeteve të ndryshme e sociale, mesazhe elitare nga musliman të ditur dhe jo musliman të ditur që flasin për vlerën dhe madhështinë e muajit të agjërimit dhe agjërimit në veçanti. Pastaj po të shpletosh në mediat perëndimore në veçanti, se arabet po që po, ti do të gjesh pothuajse çdo ditë mesazhe elitare nga mjek, nga filozof, nga njerëz intelektual që flasin për dobinë dhe vlerën e agjërimit të Ramazanit. Patjetër. Po dëgjoja para disa ditësh një doktor, një mjek italian, i cili i drejtohet ndjekësve të tij dhe i thotë: "Unë edhe si vjet do të agjëroj Ramazanin. Ju a kam thënë edhe vitin e kaluar që e kam agjëruar Ramazanin dhe i kam bërë analizat para Ramazanit dhe i kam bërë mas Ramazanit. Edhe dallimi është shumë i madh, edhe vlerën dhe pozitën e lartë që ka ky muaj në të mirë dhe në dobi të shëndetit nuk e ka asnjë periudhë tjetër. Prandaj unë sërish do të agjëroj këtë vit. I kam bërë analizat përpara, do t'i përsëris edhe në fund të muajit Ramadan, edhe do të tregoj për rezultatet." Pra, ne shohim sot një angazhim të madh të mbar njerëzimit të tërhequr drejt vlerës edhe rrezatimit që ka muaji i begat i Ramazanit. Po nëse bota mbar tërhiqen drejt vlerës së Ramazanit, po ne si musliman, po ne si besimtar, që i jemi përgjigjë Allahu subhanahu wa taala, sa kohë më përpara, dhe jemi bind, dhe e kemi përqafu, dhe e kemi pranu këtë urdhëresë të shenjtë hyjnore, dhe e shijojmë në çdo ditë kur hapim syt dhe zgjohemi në syfyr dhe bëjmë jetën e agjërimit të ditës së re, e shijojmë madhështinë e thirrjes ja ejuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju të cilët keni besuar, ju është bë obligim agjërimi. Edhe mbesoni. Ka një detaj shumë interesant për cilin po debatoja edhe ditën e djeshme me një prej studiuesve të fesë këtu në qytetin tonë. Ka një detaj shumë interesant të dashurit e mi. A keni menduar ndonjëherë që të bëjmë një lidhje shumë të shkurtë? A keni menduar ndonjëherë se pse agjërimi i Ramazanit, edhe pse është obligim, siç thot Allahu Azza wa Jall, për ne, sikurse ishte edhe për popujt e mëparë përparshëm, pse agjërimi i Ramazanit nuk është obliguar që në ditën e parë të shpalljes së Kur'anit? Pra që në ditët e para të thirrjes islame. Ju djem të ri, po ju drejtoj ju këtë pyetje dhe Allahu ju rujt edhe i shtoft të shok tuaj, me fytyra të ndrituna dhe me zemra të ndrituna, edhe me edukatën edhe moralin e islamit dhe muslimanëve. Pse, a keni pyet veten ndonjëherë, pse Allahu Azza wa Jall nuk na ka obligu agjërimin e Ramazanit që në vitin e parë të thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam? A keni mendu? Dhe para se të më jepni një përgjigje, se unë nuk du përgjigjen në këtë moment, pyetni veten se kur është obligu agjërimi i Ramazanit në hartën e thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, që është 23 vite. Kur? Në cil vit? Në cil vit, e dini? Në cil vit është obligu agjërimi i Ramazanit? Në vitin e 2 të hijretit. Allahu Ekber. Në vitin e 2 të hijretit. Dhe më thënë, 2 vite mas i ka ardhur në Medinë, gati në gjysmën ose më shumë se gjysma e thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra mas gjysmës së kohës së thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam është obligu agjërimi. Allah. Po ta shohim në këtë këndvështrim, i bie që agjërimi të jetë një adhurim specifik vetëm për botën islame, për ummetin islam. Tamam? Po ndërkohë Allah Azza wa Jall thot: "O ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, sikurse ishte obligim edhe për popujt e mëparë përparshëm." Edhe ne lexojmë në tefsir që ndoshta adhurimi më i përhapur, edhe adhurimi më i lashtë në historinë e rasës njerëzore është agjërimi. Si ka mundësi që na obligohet në vitin e 2 të hijretit? Ka një urtësi shumë të madhe. I paraprin ja ejuhalladhina amanu, që do të thotë, o ju të cilët keni besu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është angazhu fillimisht më ndërtu besimin në zemrat e muslimanëve. Është angazhu më ndërtu besimin
Atë besim, pas të cilit çdo urdhëresë që vjen nga Zoti i gjithësisë, njeriu thot lebejk Allahumma lebejk. Si urdhon Zoti im? Është ba obligim agjërimi i Ramazanit, elhamdulillah. Është ba obligim kjo dhe ajo, elhamdulillah. Pra ka një lloj përshkallëzimi në forcimin e besimit në zemrat e njerëzve, derisa vjen pastaj krejt natyrshëm edhe rrjedhshëm urdhëresa për agjërimin e Ramazanit. Allahu Ekber është madhështore, veç me mendu këtë. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përgatit terrenin ma të mirit të racës njerëzore. Hazreti pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Ja ka përgatit terrenin atij dhe sahabëve të tij, ma të mirit të racës njerëzore. Dhe pas sa vitesh është obligu agjërimi i Ramazanit. E mrekullueshme, tash ne e kemi këtë mirësi të madhe krejt gati. Për çdo ditë kur ti zgjohesh për syfyrin e ditës së re, ti duhesh me eni dhe me e shiju madhështinë e thirrjes ja ayyuhalladhina amanu. Pasha Allahun, të duket sikur një za hynor të zgjon çdo ditë për të thirrjes së ju të rit nanës a babës. Për të thirrjes, ço zemra e nanës, ço shpirti jem, ço zemër, ço djali jem, a kështu apo jo? Dhe nga njëherë ndodh që me të parën nuk ka përgjigje, me të dytën nuk ka përgjigje, me të tretën nuk ka përgjigje, me të pesën a ka përgjigje? Ka përgjigje. Është gati si ky përshkallëzimi i viteve të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam derisa vjen viti i dytë i hijretit dhe bëhet obligim agjërimi i Ramazanit. Subhanallah. Ja ayyuhalladhina amanu, është e jashtëzakonshme, dhe ti nihesh komod, dhe nihesh krenar, edhe nihesh i fortë, edhe thu un jam prej atyre që i janë përgjigj Allahut azza wa jall kur i ka thirr ja ayyuhalladhina amanu. Dhe ja ku jam? Po ku jam? Në çfarë momentit jam? Jam një ndër momentet më të rëndësishme të ditës dhe jam në një prej momenteve më të bekuara të krejt vitit. Dhe jam në një prej momenteve që po kaloj kjo ditë, ajo nuk përsëritet më e mira kësaj dite. Çfarë është ajo? Hadithi i madh i pejgamberit ton alayhi salatu wasalam që thotë se me të vërtetë Allahu dhe melekët e tij bien salavat për ata që zgjohen në syfyr. Allahu Ekber. Dhe me thanë, në kohën që ti e zgju për të hangër 2-3 kafshata e me u forcu për ditën që vjen, ta dish se në atë moment zgjimi jot nuk është pa shpërblim. Po ka një shpërblim që nuk mundesh me e marrë kur ma në jetë, përveç se në këtë ditë. Të iki. E kape e fitove i lumi ti. Prandaj na kanë mësu hoxhallarët tanë që zgjoni fëmijët në syfyr, qoftë edhe sa me hap syt, edhe pi një hurth ujë. Dhe më përfitu bekimet e dëshmisë së madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam se me të vërtetë Allahu dhe melekët e tij bien salavat, domethënë falje, mëshirë, mbarësi, bekim, mbrojtje. Allahu Ekber, nga Allahu azza wa jall. Kërkim falje, e lutje për ty nga krejt melekët e Allahut azza wa jall. Për çfarë? Se ti i je përgjigj Allahut azza wa jall dhe ke thënë lebejk Allahumma lebejk. Dhe ti po e shijon thirrjen ja ayyuhalladhina amanu. Tash ti të vjen dikush dhe të thotë që e pa çan këto agjërimi i Ramazanit e ku diun, këto janë gjana të kaluame, po shiko, kjo nuk është normale, kjo është lodhje, kjo është sikurse po ngjosha dike që fliste për qartë si thjesht ato rrinë pa ngrande, pa pije dhe lëndojnë veten, më thanë se domethënë për çdo ditë ne numrojmë kemi listën e të vdekunve nga agjërimi i Ramazanit, jo sot po edhe në ditë më të nxehta të gushtit. Ke parasysh me dhjetra, me qindra, me mijëra që po vdesin çdo ditë nga agjërimi. Tamam, duket kështu. Çfarë thotë një prej korifejve, edhe mendimtarëve dhe dietarëve më të shuar të historisë islame, që ka jetuar në periudhën 1703-1762, Shah Veliullah Dehlevi. Allahu e mëshiroft. Shikoni çfarë citimit. Thotë ai që thotë se vendimet sheriatike nuk garantojnë asnjë interes, ai flet për qartë. Mund të supozohet se vendimet sheriatike nuk përmbajnë asnjë interes dhe se nuk ka asnjë arsye ndërmjet veprave dhe shpërblimeve që Allahu ka përcaktuar për to. Dhe se shembulli i obligimeve sheriatike ngjan me një zotëri
që do të sprovoj skëllëvrit e tij, duke i urdhëruar të ngrejnë një gur, atë prekin një pemë, vepër që nuk ka asnjë vlerë përveç vënies në provë. Kaq, asgjë më tepër. Dhe si pasojë e bindjes a mos bindjes, vjen edhe shpërblimi i zotërisë. Ky është një supozim i pavërtet, të cilin e përgënjeshtron tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe konsensusi i shejkujve të dëshmuar për mirësi. Kushdo që është i paaftë të kuptojë e të di se veprat në peshorën e Islamit konsiderohen dhe vlerësohen sipas njëteve dhe se një namazi është legjitimuar për të arritur përmendjen e vazhdueshme të Allahut dhe lutjen dhe thirrjen e tij, dhe se zekati është legjitimuar për të mposhtur dhe për të pastruar shoqëria islame nga kopratësia, dhe se agjërimi është legjitimuar për të mposhtur nefsin, dhe se haxhi është legjitimuar për të madhëruar ritualet e besimit në Allah, dhe se dhe përmend shumë prej adhurimeve dhe dispozitave shariatike, le ta di se nuk ka prekur pragun e dijes as samaja e gjilpërës si përfaqen e ujit kur zhytet në det dhe del prej tij. Ai e ka hak të qaj për veten e tij, ma shumë se sa deklarata e tij të merret në konsiderat nga ana e jon. Pra, sa njerëz që flasin për qartë, edhe kanë me folë kështu deri në ditën e fundit o të dashur. Po pse agjeroni, po pse faleni, po pse me dhanë zekatin, po pse me harxhu parë me shku në haxh, po pse me usjell për rreth atij gurit, po pse me shku te varri i pejgamberit alayhi salatu wasalam, po pse me bakte, po pse me bate. Po ç'a me ba? Ç'a me ba? Me shkumas të thirrjeve shterp të afetarëve, ateistëve, idhujtarëve, njerëzve që fenë e kanë han. Kur ka interes, jemi musliman, kur nuk ka interes, jo po është koha, kur është kështu, kur është ashtu, nuk ka tek ne laramanizëm të dashur. Nuk ka tek ne laramanizëm. Muslimani është njeri krenar, është njeri me dinjitet, është njeri që e ka identitetin e tij shumë të qartë. Edhe e ka etiketën e tij të pakrahasueshme. Prandaj, kur Allah subhanahu wa taala na thot në Kur'anin famëlar që të agjeroni është më mirë për ju sikur ta dinit, kjo ka një mesazh dhe një mësim shumë të madh për gjithë secilin prej nesh. Lexojmë në tefsir tek Sheikh Rashid al-Khatib al-Mawsili, që ka ndruar jetë para rreth 50 viteve. Lexojmë një detaj shumë interesant me të cilin edhe po e përfundoj dersin e kësaj xumaje. Ai thot kështu: Allahu i madhëruar e përmend agjërimin duke na nxitur për të. Wa an tasumu khairun lakum. Pra, kur thotë agjërimi është më i mirë për ju sikur ta dinit, që do thotë se agjërimi është më i mirë për ju për shkak të asaj që përmban prej ushtrimit të trupit dhe të shpirtit, edukimit të vullnetit, ushqimit të besimit dhe forcimit të tij përmes ndjenjës së mbikëqyrjes së Allahut të madhëruar. Edhe ndalu paksa. A nuk është i mjaftueshëm vetëm hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam që na nxit me u distancu totalisht nga të gjitha zënkat, edhe debatet shterpë, edhe bisedat e kota në muajin e mëndueshëm të Ramazanit? Çfarë thot? Kur të jetë dita e agjërimit të ndonjërit për jush, edhe nëse dikush e cyt, e shan, e fyen, zakonisht duhet me ia kthy, apo jo? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ky le të thot inni saim. Unë jam agjërueshëm. Më leni për rahat me këto biseda, me gjithë këto pralla, me gjithë këto zënka, me shamje, fymje. Merrni më krejt mbrapsht ato. Merrni mbrapsht. Unë jam agjërueshëm, dhe me thanë, jam në një gradë shumë të lartë të komunikimit dhe lidhjes me Allahun Azza wa Jall. Jam në një proces ndryshimi. Jam në një proces transformimi, jam në një proces përmirësimi, unë jam duke u lartësu drejt asaj që don Allahu Azza wa Jall. E ju më tërhiqni mu për rrobe drejt zënkave, e fjalëve të kota, e fjalëve boshe, e thashethemeve, e përgojimit, e stop, të nuk janë të menys së Ramazanit, e këto nuk janë as të menys së jetës së muslimanit.
për ta përfunduar, një hadith i mrekullueshëm që e gjeta ditën e djeshme, nuk e kisha has më përpara këtë rivaje. Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ma sama man dhalla ya'kulu luhum an-nas. Nuk ka agjëru ai që vazhdon të ushqehet nga mishi i njerëzve. A e dini këtë? Nuk ka agjëru ai që vazhdon të ushqehet nga mishi i njerëzve. Çfarë është mishi i njerëzve? Gibeti. Siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar, e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Do të thënë, a do të dëshironte ndonjëri për jush me ushqym, me kufomën e vëllasë të tij? Kjo është diçka e vështirë që ju refuzoni. Po nëse këtë refuzojmë, atëherë pse pranojmë me u bë pjesë me xhliseve të përgojimit? Edhe gjatë ditës së agjërimit, e nëse e bëjmë një gjatë të tillë, pejgamberi thotë masam. Nuk ka agjëru. Në aspektin formal, në aspektin juridik, hoxh kam ndaj tan ditën pa ngrënë dhe pa pi, edhe i kam respektuar këto dispozitat e jashtme shariatike. A kam agjërimin e saktë? Hoxha do thotë 100%. Mirë, po mesela është më shumë se sa ky 100%. Ti ke realizuar në fakt vetëm 1%. Sepse thelbi është diku tjetër. Thelbi, edhe e sosim me këtë, për kufizimi i Imam Kushairit, siç e regjistron Imam Nuruddin al-Harawi, Molla Aliu i famshëm, në tefsirin e tij, thotë, kushdo që e dëshmon muajin e Ramazanit, agjeron për Allahun. Në gjoni me vëmendje, agjeron për Allahun. E kushdo që dëshmon krijuesin e muajit, agjeron me Allahun. Agjërimi për Allahun sjell shpërblimin, pra sevapin, ndërsa agjërimi me Allahun detyron afrimin me Allahun e madhruar. Agjërimi për Allahun është realizim i adhurimit, ndërsa agjërimi me Allahun është përmirësim i vullnetit. Agjërimi për Allahun është cilësi e çdo adhuruesi, ndërsa agjërimi me Allahun është cilësi e çdo synuesi që kërkon të vërtetën. Agjërimi për Allahun është qëndrueshmëri e gjymtyrëve të jashtme sipas shprehjeve të shariatit. Ai 1% siç e përmenda, ndërsa agjërimi me Allahun është qëndrueshmëri e brendshme e ndërgjegjes sipas shenjave të hakikatit, të vërtetës absolute. Është diferencë shumë e madhe. Dhe në fakt, kjo që përmend Imam Kushairi, ustazi i madh i kohrave të shkuara, në fakt është thelbi i agjërimit dhe thelbi i të kuptuarit të kësaj pjese të shkurtër të këtij ajeti të madh, ku Allahu Azza wa Jalla thotë: "Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun." Pra të agjëroni është më mirë për ju, nëse e dini. Edhe ne i lutemi Allahu subhanahu wa taala me na bë për atyre që thellohen ditë pas dite në dije dhe i japin hakun agjërimit të Ramazanit dhe e shijojnë çdo moment dhe çdo frymë të këtij muaji të begat për t'u afruar me Allahun, për të agjëruar me Allahun dhe për t'u lartësuar drejt hakikatit dhe për t'u distancuar nga interesi dhe vëmendja e njerëzve dhe krijesave të Zotit. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.